Unë që unë në Versadiku, jam pi fshatit Gjilekar. A mundesh më na tregu çka ju ka dëmtu stuhia? Për gjitha sanet, me pjepen, me shalqin, me lakër, me kalamaq, me gjitha. Sa hektari keni pas ju të mbjellura? Po 4 hektari kam pjepen, 1 hektari kam bostan, 6 hektari kam lakën. Këto me një vend qëtë. Tjetër kon ta keni? Po edhe kalamaq, jo, tjetër kon s'kam. Vesh kalamaq. Kur ka ndodhur stuhia? Para 2 ditë të qëtë. Sa ka zgjat? Që të ofër 20 minuta. A keni kontaktu me komunën, çka ju kanë thonë, a kanë ju kompenzu, a kanë me ju ndihmu? Zdi, ne na kanë pranu, kërkesat ne kanë pranu këto sanet, kur farë gjevapës ne kanë thonë. E me ministrin e bujqësisë? Jo, nuk kim mes. Qa kishe pas me ju thonë qeverisë në këtë rast se po shihet që ju ka dëmtu kogja shumë? Qeveria ata do pëtet, kur kanë ardhur ne kanë kërku votat bashkëqytetar. Kur ne kom të pununa, ne ta din që çfarë na ka prish breshni këto me spovina pet. Kem qefë në ardha pet ata. A prisni që kanë me ju kompenzu? Moj me mëtë. Që 3 vjetë në gjim, ne i kanë prish që shto në kara, nuk në kanë asi. Bilas nuk në kanë pranu në zyre ati më rana. Që shini ndje atë ditë kur i patë që gjitha janë dëmtu? Po falë Zotit që jenë besimtar të fort. E besoj që të Zotit në kanë dymu se për më të matë që ka punojmë në që kja në shkoj për 20 minutë. A dihet për afërsisht sa është vlera totale e dami? Po për afërsisht dihet, po mu për veti këto ofër 15 mijëra 20 që të panë. Shef në pjepnin, kë pjepen, he që shi higishti, ku i ka ra breshni. Kë mo veç kalbet. To nuk ka gjasa me pështu. Se do mos ta që kërë ka rogë dilë episodit, kë mo veç vjen të asi. Bostani mo kanë dëmtu krejt. A keni me mbjell vitin tjetër bostan, pjepër, kalamaq? Nëse nuk na ndihmon qeveria, mo nuk do të mbjell me asnjë. Të gjithat besejta që kemi në veti nuk mbjell me mo. Pse? Po qeveria s'na përkran, po morin për i jashtit, të nas tonën për gjujnë, që që ne ka bëha dhe me drita të barna. Serbi shkojnë e morin 25 centi, neve 16 centi, 17 grunët. Qka kemi pununa? Nuk përdi shka mujna me pununa për me ndimu vetë vetës edhe Kosovës.